E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolegë, të dashur qytetar. Sot nuk diskutojmë thjesht për disa nene në kodin penal, por sot marrim një vendim më shumë për rendin, sigurinë dhe drejtësinë në këtë vend. Është një ndërhyrje drejt për drejt, aty ku ligji ka pasur nevojë të forcohet, të qartësohet dhe të funksionojë më mirë. Ndërsa këta kolegët tanë të opozitës, të cilët ikën tani se filloi dhe Big Brotheri dhe kanë arsye më shumë për ta ndjekur, zgjedhin të jenë kundër çdo nisme, edhe kur ajo mbron qytetarët, edhe kur ajo forcon drejtësinë, ne kemi zgjedhur të marrim përgjegjësi reale për të afruar Shqipërinë më pranë standardeve evropiane. Po Tedi, po, ke arsye ta ndjekësh Big Brotherin. Me ty e kisha. Ky projekt ligj është një punë konkrete. Me anë të tij, forcojmë goditjen ndaj pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Radio Lushnja, e di unë që s'kapa ajo, po kalove te ure Rogozhi nëse tutje. Ashpërsojmë luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikimit. Rrisim ndjeshëm mbrojtjen penale për fëmijët nga abuzimet. Garantojmë më shumë mbrojtje për viktimat, gazetarët dhe interesin publik. Këto janë standarde që një shtet i detyrohet qytetarëve të vet. Janë vlera dhe praktika që çdo vend evropian i respekton dhe Shqipëria duhet i bëjë pjesë të pandalshme të rendit të saj juridik. Një element i rëndësishëm i këtij projektligji është edhe ndërhyrja në fushën e funksionarëve publik. Për herë të parë, ligji flet qartë dhe pa ekuvok. Funksionari publik që shkel ligjin nuk tolerohet, por ndërshkohet më rënd. Ky është një mesazh i drejt për drejt, pasi pushteti nuk është mburoj, por detyrimi ligjor është përgjegjësi. Dhe po, edhe parkimi dyfisht është një çështje tepër serioze, edhe pse bëhet objekt ironie në banaqe televizive, apo dhe këtu në këtë foltore nga këta kolegët tanë të opozitës. Është shumë e rëndësishme sepse kur një ambulancë nuk kalon, kur një zjarr fikse bllokohet, kur një jetë vihet në rrezik për rehatit personale, shteti nuk mund të hesht. Këto ndryshime në kodin penal nuk bëhen për shfaqje, por bëhen për jetën, për sigurinë dhe dinjitetin e qytetarëve. Ndërsa ju të nderuar kolegë të opozitës që jeni shumë pak këtu, vazhdoni të bëni politik me zhurmë, me shfaqje teatrale, me djegje të vendit dhe nxitje të qytetarëve në paligjshmëri, ne bëjmë politikë me ligje që funksionojnë, që garantojnë drejtësi dhe përparim. Shqipëria nuk ka nevojë për britma apo zjarrin që i vendosni ju. Shqipëria ka nevojë për rregull, përgjegjësi dhe drejtësi reale. Ky projekt ligj është një hap konkret drejt një shteti të ligjit dhe drejtësisë. Një hap që afron Shqipërinë më pranë praktikave më të mira evropiane dhe integrimit të plot në familjen evropiane. Kjo është Shqipëria që duam, e drejtë, e sigurt dhe evropiane. Faleminderit. Faleminderit zonja Çaushi, fjalën ka zoti Pacaj, të përgatitet zoti Ndoja.